Ylber Shamolli është oligark i ndërtimit në Kosovë, por si një qenë gjur që pi dy nëna merr tendera publik në të dy anët e kufirit. Sidomos nga në Shqipëri, kompanisë së tij Eurocos Holding SHPK është në listën e të promovuarve nga kryeministri Rama. Goditja e fundit në shenjë është një tender me fond afro 5 miliard lekë i Bashkisë Lesh. Më konkretisht, objekti i prokurimit është sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve rurale në njësinë administrative Kallmet, Blinisht, Dajç dhe Ungrej. Edhe vitin e kaluar para zgjedhjeve në këto anë u shfaq kryebashkiaku Pjerin Dreu, i cili premtoi ta fuste Kallmetin dhe Ungrejn në listën e rrugëve rurale që shtroheshin në atë kohë. Parat nuk kanë munguar, por rrugët në Lesh i mbulojnë përmbytjet dhe shpohen shpejt. Kështu paratë e taksapaguesve që shkojnë për rrugë rurale kanë ardhur çdo vit në rritje. Në tetor të vitit 2022, Dreu i dha ish deputetit oligark ndues Shpani, pronari Ulza SHPK, 2.5 miliard lekë për këtë qëllim. Projekti ishte me afat 3 vjet dhe duhet të mbaronte para zgjedhjeve 2025. Në vitin 2023 u shtrua me asfalt rruga Kallmet Ungrej. Para zgjedhjeve u bën premtime të mëdha nga Dreu në këtë zonë. Me një hartë në dorë, Dreu u tregoi banorëve rrugët që do të asfaltoheshin. Rreth 2.3 miliard lekë ishte fondi limiti i tenderit dhënë Besnik Bamit, pronarit të BAMI SHPK, më 14 prill 2025. Bëhet fjalë për tenderin me flamur të kuq korrupsioni, sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve rurale në administrim të Bashkisë Lesh. Dhe pa mbaruar akoma këto rrugë të shqepura, pa ardhur akoma përmbytja e radhës që e fshin në asfaltin, Pjerin Dreu e hap këtë vit me një tender rekord. Janë 8.4 milion euro në total që do të hidhen përsëri për asfaltime të rrugëve rurale për vitin 2026. Bashkia e Lezhës ka hapur një procedurë prokurimi me fond limit 848 milion lekë ose rreth 8.4 milion euro për sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve rurale në njësitë administrative të territorit të saj. Lërhyrjet do të realizohen përmes dy loteve. Loti i parë me vlerë 357 milion lekë ose thënë ndryshe 3.6 milion euro përfshin Zejmenin, Shëngjinin dhe Kolçin. Loti i dytë ka një fond limit për afro 4.92 miliard lekë të vjetra pa përfshirë të VSH. Në listë numërohen 40 rrugë të shkurtra fshatrash që duhet të bëhen gati para zgjedhjeve të vitit 2027. Tenderi është mbajtur më 12 mars 2026, ku kanë marrë pjesë 6 operator konkurrues. Janë të gjithë ujqër të tenderave dhe zakonisht e din fituesin që është i paracaktuar. Megjithatë, një kompani ka dalë nga skema dhe ka bërë ofertë më të ulët se sa fituesi i tenderit, që është bashkimi i operatorëve i përfaqësuar nga Eurocos Holding SHPK Dega në Shqipëri. Kështu, grupi i bashkimit të kompanive i përfaqësuar nga SMO Union SHPK, sipas dokumenteve ka propozuar ta bëj asfaltin e këtyre rrugëve me 3.28 miliard lekë. Kjo është afro 800 milion lekë diferencë me ofertën fituese të dhënë nga kompania në pronësi të Ylber Shamollit nga Kosova. Gjithsesi, komisioni i Pjerin Dreut nuk është nisur nga parimi i ofertës më ekonomike, por zbaton porositë që ka dhënë shefi. Prandaj më 9 prill 2026, kompania Ylber Shamollit është ftuar të paraqitet si fituese për të vazhduar me hapat e tjerë. Dhe kjo jo rastësisht. Afati i mbarimit të asfaltimit korrespondon me zgjedhjet e ardhshme vendore. Përveç hijes së dyshimit për manipulimin e tenderit, ekziston rreziku që projekti të përfundojë shkeleshko. Kompania Eurocos Holding SHPK Dega në Shqipëri ka marrë përsipër disa punë në vendin tonë, por nuk shquhet për cilësi. Një nga këto punë publike të kryera nga kompania e Shamollit është në fshatin Juban, në njësinë administrative Gurizi Shkodër. Meqense është përballur historikisht me përmbytje dhe erozionin nga lumi Drin, u financua ndërtimi i një argjinature. Edhe pse në vitin 2024 u njoftua mbarimi i punimeve për mbrojtjen e mbi 500 hektarëve tokë, zona përsëri ka vuajtur nga rreshtet intensive dhe gërryerja e tokës. Kjo është pamja inauguruese që i bën kryeministri Edi Rama kësaj argjinature. Punimet e përfunduara për mbrojtjen nga gërryerja e lumit Drin në Juban të Shkodrës garantojnë mbrojtjen e mbi 500 hektarëve tokë bujqësore dhe zonave të banuara nga gërryerjet e lumit Drin, shprehet Rama në 5 dhjetor 2024. Në 24 tetor 2025, fshati dhe tokat e tij u përmbytën sërish nga shirat. Biznesmeni Shamolli është përfolur edhe në Kosovë për një tender nën hetim nga prokuroria. Personi i dytë nga e majta në fotografi me një bluzë të verdhë me një buzëqeshje në fytyrë është pikërisht biznesmeni Ylber Shamolli. Ky shfaqet në një aktivitet krah për krah me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin e ministrin e kulturës, po ashtu në detyrë Hajrullah Çekun. Udhët e Shamollit dhe pushtetit kryqëzohen tek tenderat pa konkurrencë që kompania e tij ka fituar vitin e kaluar. 3 milion euro është shuma që shteti i pagoi përmes tenderit kompanisë Eurocos Holding SHPK për ndërtimin e dy urave që lidhin Jugun me veriun e Mitrovicës. Më 1 korrik 2025, Ministria e Infrastrukturës shpërbleu me kontratë këtë kompani përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës. Gjithsej u pranuan 5 aplikime, por vetëm ai nga Eurocos Holding SHPK u konsiderua i vlefshëm,
nuk ka u shpallur kështu fitues. Eurocos Holding SHPK fitoi edhe një tjetër tender përmes procedurës së njëjtë me ministrinë e njëjtë në vendin e njëjtë. Firma e Shamollit kësaj radhe do të duhet të ndërtojë rrugën që lidh Urën e Re me rrugën kryesore në Mitrovic në jug e veri. Vlera totale e kontratës së re është 479.999 euro. Ai thotë se kompania e tij është e para që ka shtruar rrugë në Kosovë dhe se fokusin e ka në Shqipëri. Por kontratat një burimore mohon se u favorizua. Kur far favorizimi s'ka. Unë dy kontrata i kam që 5 vjet. Më shumë punoj në Shqipëri se sa punoj në Kosovë. E vetmja kontratë një burimore është kjo e urave dhe aty ta kanë marrë si referencë urat në Shqipëri shumicën e autostradës e kemi pas dhe e kemi kryer ne. E kanë ditë që kemi referenca dhe kemi përvojë në ura. Më thanë se nuk më kanë interesuar. Po pasi më kanë thirrë e kam kryer punën time, ka deklaruar Shamoll. Kontrata mes kompanisë Shamolli dhe Ministrisë së Infrastrukturës tani më është objekt hetimi nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Në mbrojtje të interesit publik dhe sundimit të ligjit, në mënyrë që të garantohet një administrim i drejtë dhe ligjor i resurseve publike, thekson organi më i lartë akuzues në komunikatën për media teksa konfirmonte nisjen e veprimeve hetimore për projektin në fjalë.